Ua, shi sa bukur janë bërë me Victoria. A janë bërë bukur? As me kapi son buljona të që ke. Pse se ka fytyrën e bukur? Jo, që së tupe. Shi si janë mëllë. Oh, dera hapër. Me Viki po unë thash shqyqyrë më rrit vajzat më krefi qik me komplimenta. E po, Më pëlqen vetja për Zotin, shive më ka fale Zoti, bukuri. Unë jam e bekuar me të gjithë ju që më mbështesni edhe më jepni kaq shumë dashuri sa po përfundoj Goca dhe Gra. Mua më ka ardhur një pako nga Amerika. Rozana Radi frymëzim pa kufi. Nga disa vajza të cilat më ndjekin dhe më japin shumë dashuri. Më ka shkruar një letër, të cilën do ta lexoj me dashuri të madhe, po të shikoj një herë se çfarë ka këtu. O, sa e bukur, rezaton forcë, dritë kudo që shkon, optimizmi të shfrymëzuar për shumë zemra. O, vajza çfarë mrekullie. Çdo fotografi me një thënie. Në heshtje mendonte, në madhështi vepronte. Faleminderit shumë. Asnjë prajm pa një fytyrë etike të Rozanës. Ja, wow. Një buzëqeshje që flet më shumë se mira fjalë. O goca, çfarë keni bër? O Zot. Ju put të gjitha me këtë foton këtu. Tani çfarë ka tjetër se u bëra kurioze. Dale. Çdo natë një moment i paharruar, bukurie stil dhe më rëndësishmja shpirti yt i gëzuar. Ajo qan, por nuk u thye kur. Më keni emocionuar shumë, ka shumë, si një perëndesh që ngrihet nga deti e fortë, e lirë dhe e bukur në çdo valë që përballon forca dhe elegancë në një portret. Faleminderit shumë. Edhe në errësirë më të ngushtë, ajo shëndrit si dritë, elegancë, forcë dhe qëndrim që nuk njeh kufi. O goca, çfarë bëni kështu? Ky libër nuk është thjesht një koleksion fotosh dhe kujtimesh, por një pasqyrim i dashurisë dhe admirimit që kemi për ty. Çdo faqe është e mbushur me emocionet që na dhurove gjatë udhëtimit tënd në Big Brother VIP Albania 4. Dhe jo vetëm me forcën tënde, të qeshura, lotët dhe dritën që kur nuk u shua. Me gjithë zemër, Mariana Teçi dhe Pavli Renja. Mariana dhe Pavli, ju dua shumë, ju falenderoj shumë për këtë libër kaq të bukur kujtimesh, një libër që do ta ruaj si thesar në bibliotekën e librave më të shtrenjtë të mit. Faleminderit shumë, ju dua shumë të gjithave. Love you. Goca, sot do ju mësoj një teknik për të bërë qa super onde nga shtëpia për 20 minuta. Unë përdor nga disa vite dhe nuk e ndryshoj kur pjastra ime tek Bellissima. E gjeni në treg me një çmim shumë të lirë. Mendoj 40-50 euro. Atëre, sekreti është të merrni jo shumë flok, as pak fare, po as shumë, sepse pastaj vjen ajo ondje vogël. Dhe për t'i bërë flokët mos të humbin gjatësinë, si kam bërë këto, unë i bëj nga përjashtë. Kur nga brenda, se nga brenda vin pak kështu si vintesh dhe nuk më pëlqen. Floku do mbajt i hapur, mos e boni kështu piç të vogël, i hapur dhe të boni këtë xhiro. Dhe pjastra të mbajt me kokë poshtë. 10-15 sekonda. Kështu. Tani, kjo pjesa këtu nga ana tjetër mund ta bëni ose nga brenda ose nga përjashtë. E mbani në këtë pozicion 10-15 sekonda. Ja, ku e keni ondën. Flokët janë gati, janë vetëm për t'u hapur. Dhe diçka tjetër, të jesh personazh publik dhe të vuash nga validimi janë dy gjëra që nuk shkojnë bashkë. Edhe unë kam thënë të herë të tjera që nga validimi nuk vuaj edhe me veten ndihem shumë mirë edhe e dua shumë veten. Por, doja t'i rikujtoja të gjitha këtyre faqeve të tjera që ndonjëherë kanë aty në bio që suportojnë dhe vajzat apo janë dhe psikolog. Doja të thoja që pas çdo viraliteti që bëhet ku shqiptarët argëtohen me diçka,
faret çfarë bëhet virale në kohë. Do të thoj që pas atij lajmi është një person real me ndjenja, me emocione, me gjak, me gjithçka që ti po e kushton. Jo në rastin tim, po në shumë raste të tjera që kam parë ka njerëz që i përjetojnë shumë keq. Dhe do them edhe që mungesa e prezencës apo e leadershipit të një personaliteti publik, unë mendoja që duhet kritikuar. Sado që po kritikohem unë, nuk e parashikova në mënyrë të tillë. Quickly, I'm going to show you my very early morning routine. So I do about a tablespoon of coconut oil. I do oil pulling every single morning. You put it in your mouth and you hold it in your mouth for about 5 minutes. Then I take a full spoon, big spoon, soup spoon of high folic olive oil. I love this brand. Then I take a tea that I mix with calendula flowers and pau d'arco tea or lapacho bark, and I make it, and it looks like this. It's kind of yellowish, and I drink this before I do anything else, before I have my coffee, before I have any food. But don't forget, I have my celery juice every morning after that whole entire routine. And then I'll show you what I drink after my celery juice. Kids were asking for, ice cream. And we took a bunch of oranges and we made juice. So this is the juicer. And now we're putting it on the ice cream maker, and we are gonna make some, what? Some popsicles. More like an orange sorbet. So this is as closest to as clean and as organic as we can get in this house. Ka ardhur një kompozim shumë i bukur me lule. Shikoni se e bukur që është, dhe vendosëm një herë madje te tavolina. Përveç se ishte një dhuratë shumë e menduar dhe shumë speciale, ka ardhur dhe një letër shumë e bukur këtu, e cila thot: To a truly beautiful soul and a forever young spirit, you've already achieved so much, and yet your journey is only just beginning. May this year bring you ever greater success, joy, and all the happiness your heart desires. Keep shining, keep inspiring, and never stop being the amazing person you are. This is a gift, a cake composed of flowers. Sa e bukur që është. Faleminderit shumë, se është vërtet një dhuratë shumë e